Në ditën botërore të lirisë së shtypit, në viti u përkujtua Kerem Lawton, producenti britanik i Associated Press, i cili në vitin 2001 ndoroi jetë kur një prerë e hedhur nga Maqedonia goditi makinën e tij në fshatin Krivenik në Kosovë. Distrikti Rotarian Shqipëri-Kosovë dhe Rotary Club Vitia, Komisioni i Pavarur i Mediave dhe Instituti i Mediave i Kosovës nderuan me kurora lulesh gazetarin e rënë te lapidari i tij. Krahas nderimit për Lawton, organizatorët mbajtën një tryezë diskutimi ku u trajtua ndikimi i inteligjencës artificiale në lirinë e shtypit sot. Kam dhënë dhe kënaqësinë që në cilësinë e Nikoqirit dhe në emër të organizatorëve të uroj një tryezë profesionale sa më suksesshme dhe mirëseardhje në këtë ngjarje të veçantë që shënon ditën botërore të lirisë shtypit me temën e këtij viti të shpallur nga UNESCO. Në tryezën për inteligjencën artificiale, përfaqësuesi i Komisionit të Pavarur të Mediave theksoi se ndonse zhvillimet e rrjedhshme në këtë fushë paraqesin sfida serioze, institucioni arrin të menaxhojë ato në mënyrë të qëndrueshme. Sot edhe në nivel të BE-s, çështja e inteligjencës artificiale është një lloj sfide për regulatorët për arsye se kjo krahas anës pozitive që ka, e cila i shërben komunikimit dhe informimit, ka dhe pasojat e veta, për arsye se kjo tek mediat mund ta prek një parim shumë të rëndësishëm, siç është parimi i pavarësisë editoriale ose qëndrimet editorial. Natyrisht edhe kjo përmaja është në trend të përcjelljes të zhvillimeve, janë në një fazë shumë komplekse për të definuar bazën ligjore sa i përket rregullimit të aspektet që kanë bënë me inteligjencën artificiale. Përcjellja e zhvillimeve teknologjike me infrastrukturë ligjore nganjëherë mund të keq kuptohet, për arsye se liria e medias, liria e shprehjes dhe informacionit është një drejtë e cila nuk mund të mbikëqyrret në kuptimin rregullator. Bazuar në analizat më të fundit, në tryezë u trajtua edhe ndikimi psikologjik që krijohet tek përdoruesit e inteligjencës artificiale. Por hulumtimet të cilat kanë filluar të bëhen vitet e fundit, sidomos 2 vitet e fundit, thotë se në rregull, ne do të po marrim një informacion shumë të shpejt, po marrim senzacione, do të po përjetojmë emocione në aspektin më të shpejt se sa që trupi ynë, truri ynë do të arrin të përpunon, po në anën tjetër, ato informacionet të cilat po janë senzorike, çka si ndikojnë në sjelljen tonë. Dhe hulumtimet e tregojnë që dhe nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm për një informacion të tillë, edhe nëse nuk e kemi mbajtur me informacionin, kjo ka mbetë në nëntvetdijen tonë, aspektin teosenzorik dhe veprimi ynë mund të orientohet. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që në procesin e edukimit të tillë mediatik të kuptojmë se lajmet çfarë emocione po nxisin. Sipas profesorit Nejbedin Spahiu, avancimi i shpejtë inteligjencës artificiale përbën një kërcënim serioz për integritetin dhe funksionimin e mediave. Forma të ndryshme, domthonë nuk të shprehjes përmes teknikës dhe teknologjisë, pa mundsojnë që mund ngulfot e vërteta. Edhe ky është qëllimi i fjalës së lirë. Zhvillimi i teknikës dhe teknologjisë bart edhe në rrezik me vete, rreziku i krijimit të kakofonisë, i zhurmës. Domthonë duke ti pas mundësi shumë media, shumë ti krijon një zhurmë e cila vetvetiu ngulfat të vërtetën. Edhe kjo aktualisht fatkeqësisht po ndodh në Kosovë. Liria e jon ka ardhur edhe si produkt i fjalës së lirë, edhe si produkt medial. Këtë vit, organizatorët nderuan themeluesin e 4 Orë Media, Muhamet Jashanicën, me çmimin për lirinë e shtypit Ibrahim Sefedini, për integritetin dhe guximin e tij të pathyeshëm në mbrojtje të lirisë së shprehjes dhe etikës profesionale në gazetari. Në drejtimin e tij, 4 Orë Media është shndruar në një burim të besueshëm dhe me ndjekim në fushën mediatike, duke ofruar një alternativë ndaj mediave tradicionale përmes vizionit strategjik dhe krijimit inovativ të përmbajtjes. Ai e ka pozicionuar 4 Orë Media si një aktor kyç në peizazhin mediatek rajonal.
Shumë faleminderit, është me të vërtet kënaqësi edhe ndihem shumë i nderuar pikërisht në ditën e lirisë së mediave të ndërohemi në çmim kaq të veçantë për komunën e Vitisë, për qytetin e Vitisë, që është emri i një gazetari shumë të njohur nga Vitia, Ibrahim Sefedini, po ashtu një aktivist i çmuar ndër vite, dhe këtë vit organizatorët kanë vendosur që çmimin Ibrahim Sefedinit ta akordojnë mua dhe Katror Medias. Po ashtu ky çmim vjen edhe si vlerësim për gazetarinë konstruktive që Katror Media që prej ditës parë e promovon edhe e aplikon. Është e vetmja platformë, është e vetmi medium që punon në mbi bazën e gazetarisë konstruktive, një model shumë i dashur i veçantë në vendet skandinave tashmë, edhe po ashtu në disa vende evropiane, kënaqësi që gazetaria konstruktive që ka pak për qëllim, edhe si më thon, ofrimin e alternativave për çështje të caktuara, vlerësohet sot në Viti, edhe kisha më thon në ditën ndërkombëtare të lirisë së medias, po edhe në nivel vendi besoj që jemi të bëni punë të mirë, edhe këto e marrëm gjithmonë edhe prej asaj që është feedback prej audiencës sonë për lexuesve tanë. Guvernatori i distriktit Shqipëri-Kosovë, Butrin Batalli, e vlerësoi rolin e Katror Media si media unike në Kosovë që merret me lajme të mira dhe gazetari konstruktive. Katrori për ne, si Rotary, është një partner shumë i mirë, i veçantë, i cili na ka përcjellur në të gjitha aktivitetet dhe projektet tona që ne ndërmarrim në shërbim të komunitetit, një vlerë e shtuar për shoqërinë kosovare dhe atë rajonal në depërtu me lajme, me sloganin veç lajme të mira, është goxha sfiduese. Dhe mu për këtë e përgëzojmë dhe mbështesim moralisht dhe në çfarë do lloj aspekti dhe ne e shohim si vlerë të shtuar të shoqërisë. Ish antari i bordit të RTK-s, Ismet Bexheti, e përmbylli eventin e sotëm duke i kënduar fjalës së lirë.